Sigurisht që këtu shikojmë disa lëvizje nga të cilat është pozicionimi i tyre përballë para se automjetit të arrijë. Ka disa automjete të cilët në moment tjetër spostohen nga një krahun tjetër në 180 gradë, që duket sikur ulet shpejtësia, por shpejtësia mund të jetë ulur ndoshta edhe për shkak të rrethullimit. Dhe momenti i një mjeti tjetër që lëviz dhe kur momenti ky spostohet një mjet tjetër zë vendin e tyre. Dhe pastaj kemi momente që sapo arrin dalin nga automjetet dhe godasin. Pra kanë një informacion perfekt me sa duket, sepse ka një sinkronizim të lëvizjeve për të mos ndetur gjatë në vendin e goditjes, sepse me sa duket mund të kenë qenë dhe objekt ose mund të ishin dhe objekti rojeve të sigurisë, të cilët shpeshherë ku ka mjete që ndalojnë i kërkojnë të lëvizin, dhe kjo mund të krijonte një situatë pak më të disfavorshme në momentin e goditjes me armë. Pastaj kemi ekzekutimin. Momenti i parë është dalja nga automjeti, goditja e automjetit, përfshirë dhe gomën e automjetit dhe momenti kur automjeti në breshërinë e armëve i pa përgatitur me sa duket hyn në kundrasens të lëvizjes orare të rrethullimit dhe daljen e personave, lëvizjet e tyre tregojnë një lloj maturie, veprime ushtarake të paktën të mirë organizuara. Dhe momenti kur një armë bllokohet, me sa duket, o çështje teknike, ose çështje e fishekëve, nganjëherë fishekët e poliçanit kanë dhe problematik tek arma, dhe momente se si ndihmohet nga personi tjetër për armë, dhe ekzekutimi final afrohet tek makina me qetësinë absolute dhe bën goditjen derisa bindet që objektivi i tyre eliminohet. Pastaj largimi nga vendi i ngjarjes, çuditërisht sheshi ishte i zbrazur, nuk kishte atë densitetin e madh. Lëvizja sigurisht dhe frika e bëri dhe më të mirë situatën për ata, që të mos kishte edhe viktima, po dhe mos kishte mjet të cilët edhe mund ta bllokonin lëvizjen, dhe pastaj largimi i tyre deri tek vendi ku ata kanë bërë djegjen e automjetit. Zotëri, si shpjegohet që edhe pse komisariati i Rinasit është pra ka qenë ngjitur me vendngjarjen ku ka ndodhur atentati dhe qarkullimi i po themi forcave të policisë në atë zonë është shpesh shumë i pranishëm dhe akoma po themi në ngjarje nuk ka pasur një ardhje të policisë në mënyrë të menjëhershme, por është pritur pra 3-4 minuta, 5 minuta që të vi policia në ngjarje, ku besoj se patrulla, policë kanë qenë shumë afër vendngjarjes. Pra, është kjo një neglizhencë e policisë apo është kjo një koordinim i policisë në rastin më ekstrem të mundshëm? Sigurisht do të jetë pjesë e hetimit edhe kjo, sepse thash përveç dinamikës së ngjarjes do të analizohet dhe plani i dislokimit, plani i forcave, detyrat funksionale që ka pasur si komisariati Rinasit ashtu dhe forcat të tjera të cilat janë jo të policisë kufitare, po të sektorit që mbulojnë dhe sigurojnë perimetrin e sigurisë, perimetrin e jashtëm të sigurisë, në lëvizjen e personaliteteve, varet nga niveli i personalitetit që bëhet shoqërimi, ka dhe masa sigurie. Përveç makinave që hapin rrugën, makinat parë dhe mbrapa të policisë shtetit, ka dhe pika të ndryshme kontrolli ku kemi prezencë të policisë. Rastet e mbikalimeve, rastet e kryqëzimeve. Rasti konkret, flitet në afërsi të Rinasit, duhet kishte një forcë policie, të paktën një automjet apo një polic, i cili me radio apo në ato momente bën hapin e rrugës për të mos pasur ulje shpejtësisë, dhe kjo duhet ishte një masë e shtuar, të paktën në ato momente kur ka ndodhur dhe ky atentat. Pra do të jetë pjesë e analizës si ka qenë ky plan masash, qoftë në lëvizjen e kësaj eskortimit të këtij personaliteti, qoftë edhe me masat e sigurisë, do të jenë patrullat këmbësore, automjetet e dislokuara në afërsi apo jo, sepse këtu flasim jo vetëm për mbikëqyrje dhe ruajtje apo për mbajtje të trafikut, por edhe për element sigurie, sepse element sigurie, nëse i referohemi vendeve të Bashkimit Evropian, perimetri i sigurisë jashtë rrethimit është nga 150 deri në 300 metra, dhe nëse aeroportet janë aeroporte ushtarake apo strategjike, perimetri i sigurisë i jashtëm është nga 500 deri në 1 kilometër. Do të ketë një forcë reaguese e cila do të jetë jo më shumë se 3 minuta nga momenti që ka ndodhur një ngjarje apo ka ndodhur një aksident, një incident apo një akt terrorist.
Pra do të ketë një forcë reaguese dhe pastaj një forcë bllokuese, sepse duhet kemi bllokimin në rrugëve, që duhet të ishte një plan dhe duhet të ketë një plan në rastet kur ka ndodhur një ngjarje e rëndë, atëherë kemi bllokimin në rrugëve. Do të kemi automjete apo plane dislokimi që në rast të tilla kur jepet një alarm i kuq në rastin konkret, duhet fillon të bllokimi i rrugëve në mënyrë të tillë që të bllokonim lëvizjen e automjeteve atë personave të cilët do të tentonin patjetër të largoheshin. Dhe rrugëkalimet duhet të jenë përcaktuara. Drejtimi i Fushkryes, drejtimi i Tiranës duke u ndarë tek aksi Rrinas-Thuman dhe drejtime të tjera të mundshme të rrugëve dytësore. Shpeshherë grupet rivale ose grupet të cilët kanë pasur konflikte survejojnë njëri tjetrin, sepse qëllimi i tyre është akmarrja, gjakmarrja, janë eliminime për shkak të zonave të konkurrencës apo të problemeve të gjobvënies apo të moslyrjes detyrime, sidomos flasim në rastet kur kanë shitblerje të lëndëve narkotike. Rasti konkret, nuk e di kush ka qenë konflikti dhe eliminimi i këtyre përplasjeve, po janë përplasje grupesh për shkak profilit personit i cili 2 herë ka qenë i shinjestruar në atentate, ka shpëtuar, dhe rasti i tretë sigurisht që ai që ne pam eliminoi, madje sot ka edhe një lajm të keq që edhe personi i AMP-s që shoqëronte makinë humbi jetën. Këto janë atentate të cilët mund të vinë o për shkak të informacionit, ku informacioni mund të merret o nërmjet strukturave ose bashkëpunëtorëve, ose nganjëherë mund të jetë edhe tradhti brenda grupit. Fakti që ai vjen nga Barcelona, kanë pasur një informacion që ai do t'u thonte, dhe ky informacion sigurisht është kërkuar edhe nga strukturat shqiptare, informacion në policisë spanjolle, për të marrë pamje apo jo nga aeroporti, persona të dyshuar apo jo që mund të kenë ardhur, apo informacione për çfarë ai ka qenë në territor, koha që ka qëndruar dhe vendet ku ka lëvizur. Kështu mund të jetë më e plot për të nxjerrë dhe për të hetuar, për të vajtur tek të dyshuarit e mundshëm që kush mund të kenë qenë atentatorët ose porositësit e kësaj vrasje apo të këtij atentati. Do të merren pamjet filmike nga aeroporti, pamjet nga vendi i parkimit të automjetit dhe të gjithë dinamika e kamerave të mbledhura të aeroportit, të vendit të atentatit, para, gjatë dhe pas, dhe rrugëkalimi deri në momentin ku makina ka vajtur dhe është djegur. Policia doli me një deklaratë për mediat ku tha që kishte shpallur në kërkim ylli Zallën, në banesën e tij në Fushkryje janë gjetur municione dhe dyshohet se makina që është përdorur në atentatin e Rinasit ka dalur nga aty për të shkuar në Rinas. Ky është një informacion interesant, sepse fakti që ka një informacion të tillë tregon që mund të ketë indicie që kanë vajtur dhe kanë çuar policinë jo vetëm për të zbuluar bazën, por që mund të lidhin lëvizjen e automjetit me këtë bazë. Por baza të tilla ka në këtë zonë, sepse Fushkryja është një rrugëkalimi i aktivitetit kriminal. Thuhet edhe për bastion, për shumë arsye, sepse një pjesë atentateve nisin dhe rikthehen përsëri në këtë zonë, në këtë aks, për shkak të rëndësisë pozicionit gjeografik, për shkak të historisë, ku jo pak atentate kanë përfunduar në këtë zonë, kujtojmë rastin e vrasjes së bankierit Santo, rastin e atentatit në Don Bosco dhe atentate të tjera të cilët mjetët kanë vajtur në këto drejtime dhe djegjet janë gjetur pikërisht në ato akse, në ato zona rurale, me sa duket janë zona të cilët janë përshtatshme për ta, ku kontrollet policore janë më të limituara, ku zona është e heshtur, pra kanë kodin e heshtjes, por dhe vendet dhe bazat dhe bastionet e tyre janë pikërisht aty sepse jo pak raste janë zbuluar depo të armatimit, janë zbuluar ambiente ku ka pasur jo vetëm armë dhe lëndë narkotike, po kanë pasur dhe infrastrukturë që përdoren zakonisht për atentate, si maska, lëndët eksplozive, radio policie dhe elementë të tjerë, siç janë ambientet apo oficinat ku përgatisin edhe makinat e vjedhura i përgatisin këto për atentate.
Dhe kjo ka qenë një makinë e cila ka lëvizur me targa greke, targa të vjedhura, një makinë e vjedhur, e mbajtur, e ruajtur, sigurisht në një nga këto ambiente, dhe e përshtatur dhe e përgatitur për të realizuar një atentat të tillë. Prandaj kjo është një punë e mirë, por jo e mjaftueshme për ta lidhur atentatin, bazën me ngjarjen. Nëse do të kishim një lidhje, do të lehtësonte shumë dhe do të hidhte hapat e para drejt zbulimit të autorëve apo të grupeve të organizuara për këtë atentat. Sa mund të jetë kosto e këtij atentati? Kosto i një atentati përcaktohet nga shumë faktorë. Përcaktohet nga objektivi. Nëse objektivi është një biznesmen, nëse objektivi është një person me shkallë të lartë rrezikshmërie, nëse personi është i lidhur me grupe kriminale dhe është pjesë e këtyre grupeve të strukturuara, vendi ku do të realizohet atentati, niveli i rrezikshmërisë së atij vendi, lloji i armëve dhe mjeteve që do të përdoren, llojet e mjeteve të transportit dhe numri i mjeteve të transportit që do të përdoren, pra gjitha këta përbëjnë atë që quhet për llogaritje të një kostovi. Kur ka atentate të cilët janë të rralla, kostot janë shumë më të larta. Kur ka atentate që janë më të dëndura, tregon që ka rënë dhe çmimi dhe pagesa ndaj këtyre atentateve. Por mendoj që ai automjet ka një kosto, vendi ku realizua ka një kosto, për shkak të një niveli më të madh të prezencës dhe rrezikshmërisë zonës ku mundësia të biesh në grac nga strukturat policore, të ndalohesh nga policia dhe të përplasesh me strukturat policore e bën atë më të rënd, por besoj se nëse do të themi kishim 3 apo 4 Kalashnikov, kishim minimalisht 4 persona, nuk e di kishim 1 apo më shumë makina, nuk e di kishim edhe grupet e informatorëve, nëse këto informatorë shtrihen nga Barcelona, mund të kenë qenë pjesë e udhëtimit në avion nga momenti i zbritjes dhe personat pritës e tjerë, pra flasim për një numër të konsiderueshëm personash, dhe në këtë kuptim mund të themi që vlera e një atentati të tillë mund të shkojë edhe në 1 milion euro. Pra, kjo është një përllogaritje, nuk është se kjo është vlerë, sepse vlerë është në momentin kur do kemi përgjime, zbërthimin e aplikacioneve, kur flitet midis tyre, dhe her pas here vlerat kanë qenë të tilla. Të këtyre vlerave të cilët shkojnë nga 300.000 deri në 1 milion euro. Prandaj ky kalkulim vjen pikërisht mbi bazën e kësaj analize për koston. Është folur për një grup i cili grupi atentatorëve i cili flitet që ka realizuar ngjarje të tjera të rrezikshme, vrasje, ekzekutime, plagosje. Pra është një flitet për një grup që kur del nuk gabon dhe është gjithmonë efektiv, pra e realizon vrasjen. Dyshohet se ky grupi ka vrarë edhe Brillant Martinaj, pra parë nga mënyra si është ekzekutuar Brillant Martinaj, kushëriri Ervis Martinaj. A shikoni një ngjashmëri mes dy skenave? Kjo kërkon një analizë. Analizë do të thotë që nëse do merrem pamjet filmike, sepse pra aq kosa nuk kemi gjurmët biologjike, nuk kemi gjurmët të tjera të cilët mund të ofrohen dhe mund të përqasen ndaj të njëjtës skemë, ne shkojmë vetëm tek mënyra si ata kanë lëvizur, tek numri personave dhe mënyra si kanë realizuar atentatin. Por kjo mund të shkojë vetëm nëse bëhet një kalkulim mbi bazën e pamjeve filmike, ku në mënyrë të përafërt mund të nxirret lartësia e personave, mund të nxirret mënyra e lëvizjes, gjatësia e hapave, mënyra e mbajtjes së armës dhe mënyra e daljes në sulm dhe mënyra e tërheqjes nga sulmi. Që mund të kemi një element lidhës që mund të themi që po, mund të jetë një grup ose mund të ndryshohet për të njëjtin grup. Pra aq kosa nuk e ka një analizë ose nuk ka një konkluzion të kësaj natyre, është e vështirë të themi që është i njëjti grup. Por fakti që vijnë nga njëjta zonë, fakti që largohen në të njëjtën zonë, fakti që përdorin të njëjtat forma, numrin e armëve, egërsinë e tyre, pra ka pas edhe rastin e parë dhe rastin e dytë ka një egërsi. Egërsi do të thotë një lloj trimërimi, po themi, i cili vjen edhe nga eksperjenca, vjen edhe nga natyra e personave të përdorur, vjen edhe nga besueshmëria sepse kanë realizuar disa atentate, po vjen ndoshta edhe nga vlera e lartë që janë paguar. Gjitha këta mund të shkojnë dhe mund të ngjasojnë për të shvajtur dhe për të krijuar një lidhje që mund të jetë ndoshta i një grup, ose mund të jenë disa grupe
të cilët kanë të njëjtën bazë organizimi dhe këta i përdorin sa herë që kanë probleme për nivelin e lartë të rrezikut të personit dhe për vendet dhe mundësitë ku personi duhet të realizojë atentatin. Pastaj thash, janë pamjet filmike, provat që mund të na çojnë dhe nëse do të kishim të njëjtin grup dhe do të kishim mundësi të shkonim me këto bazë të kapur tashmë në këtë zonë, do të ishte një sukses i jashtëzakonshëm se do të zbërthente nëse do të kishim rastin për të arrestuar këta persona. Do të ishte një provë e madhe për gjitha atentatet, për vlerat që qarkullohen dhe kush është pas tyre. Dhe kush i mban, kush i financon, kush i përdor këta? Kontaktojnë grupet kriminale apo është pjesë e një grupi kriminal? Janë pjesë e një strukture të një grupi apo janë njerëz që kontaktohen nga grupet kriminale sa herë ato kanë për të realizuar vrasje, atentate, grabitje etj.